Zoti Markolli, po për informacionin, si jemi në raport me Kroacinë? Për zbunimin. Pjesës shërbimit, Po. Kroacia ka një dy mënyra, zbulim dhe kundër zbulim. Dhe po ashtu ka shërbimi sekret ushtarak i tyre është shumë i zhvilluar. Dhe nga ajo del që vullnetarisht Kroacia bashkarisht me zotrin Maqedoncin, ministrin e mbrojtjes të Kosovës dhe po ashtu ministrin e mbrojtjes të Republikës Shqipërisë, duke i marrë informacione se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, ta mbon një marrëveshje apo një pakt trilateral në mes Kroacisë dhe Shqipërisë dhe Kosovës, që do të thotë një forcë dominante kundër një agresori në të kaluarën. Në shërbimet sekrete ushtarake, po ashtu edhe të Shqipërisë, mos të dalën nga ajo, sepse funksionojnë mirë, dhe bashkëpunimi Kroaci-Shqipëri e tani më edhe bashkëpunimi detaj dhe komplet me Kosovën, ku Kosova ka marrë armatim edhe nga Kroacia, është blerë nga Kroacia, në një mos caktuar, që është domethënë se edhe për shtetin kroat, dhe kjo bën Kosovën të jetë më e sigurt, përveç që kemi aleancë veriatike të NATO-s njësisht kforin në Kosovë. Kosova ka përforcuar në një fazë tjetër vetëm me këtë marrëveshje trilaterale mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, që Serbinë minon të ndërhyjë në Kosovë ose të ketë rol në të ardhmen që të sulmojë Kosovën, sepse do të ketë më njëherë mbrojtje gjithsesi nga ana pjesës luftarake, gjithsesi flotës ajrore dhe flotës kombëtarisë do të ketë sulme nga Shqipëria dhe nga NATO. Kjo marrëveshje është mbrojtjes, por nuk kem marrëveshje për sulm. Kuptohet. Kjo është për mbrojtje. Ne nuk do të sulmojmë Serbinë territorin e tyre, po në rast se ata futen në territorin e Republikës Kosovës apo mund të kemi një luftë në pjesës klasike edhe me Kroacinë, që është tash Republika Srpska, ndarja e tyre dhe janë disa kufi aty në Republika Srpska që e kufizojnë në Kroacinë edhe Bosnjën, dhe bën një ndarje, aty mund të kemi një luftë klasike mes Kroacisë, Bosnjës dhe Serbisë, ku në këtë rast bazë kësaj marrëveshje Shqipëria dhe Kosova duhet të dalë ndim anasjelltas në rast që kemi një sulm klasik nga Serbia, që nuk besoj në Kosovë, për shkak se është aleanca veriatlantike në NATO-s, gjithsesi kfori, nuk besoj që do të ketë një sulm tillë, por sidoqoftë ne duhet të përgatitemi, kemi një shinje agresor në kufi, duke kaluar jo të largët çfarë gjenocidi ka bërë dhe çfarë krime ka bërë në popullsinë civile, ne duhet të forcojmë, ne duhet të sigurojmë vendin, dhe po ashtu rolin kryesor në këtë pjesë kanë shërbimet në qofshin ato sekrete, po ashtu edhe shërbimet sekrete ushtarak të Shqipërisë, që është pjesë përbërëse shqishit, por kemi një pjesë tjetër që është e përmbyllëse, po ashtu shërbimet sekrete kroat, që është shumë i fortë dhe shumë domethënës në sferën e sigurisë në Kroaci.